Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut, ku është pritur nga homologu i tij koreano-jugor Kim Min Seok. Takimi mes dy liderëve është fokusuar në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimin në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vijuar vizitën e tij zyrtare në Korenë e Jugut, duke u rikthyer në këtë vend pas më shumë se 2 dekadash, të herë në cilësinë e kreut të qeverisë shqiptare. Ai u prit në Seul nga homologu i tij koreano-jugor Kim Min Seok në një takim zyrtar ku diskutua thedhimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha me interes të ndërsjellët. Një pjesë e rëndësishme e bisedimeve ju kushtua teknologjisë avancuar dhe inteligjencës artificiale, ku theksua se hapi i Shqipërisë për emërimin e një ministre të dedikuar të AI ishte një zhvillim që është parë si sinjal i orientimit drejt inovacionit digital. Kryeministri koreano-jugor vuri në dukje rëndësinë që vendi i tij i jep zhvillimit të këtyre teknologjive si pjesë e strategjisë kombëtare të ekonomisë moderne. Nga ana e tij, Rama e cilësoi Korenë e Jugut si një model zhvillimi për Shqipërinë, duke theksuar se të dy vendet kanë kaluar periudha të vështira historike, por kanë arritur të ndërtojnë sisteme demokratike dhe ekonomike në rritje. Ai e lidhi këtë përvojë me aspiratën e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian dhe modernizimin institucional. Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës dhe sot ajo po ecën një tjetër rrugë thellësisht ndryshe, një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi drejt BE-s. Institucionet mund të ndërtohen edhe kur një vend i kur i kufizuar nga izolimi mund të frymëzohet nga aspiratat. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kuptim plot të jem në Seul. Gjatë fjalës së tij në një forum ndërkombëtar leadershipi, Rama theksoi se transformimi i Shqipërisë është rezultati i një procesi të gjatë reformash dhe ambiciesh për t'u bashkuar nga e kaluara e izolimit e duke e vendosur vendin në një rrugë të re zhvillimi dhe integrimi euroatlantik. Në kuadër të vizitës, kryeministri shqiptar ka zhvilluar takime dhe me përfaqësues të kompanive të mëdha koreane në fushën e industrisë dhe teknologjisë, ndërsa agenda e tij diplomatike vijon në një vizitë planifikuar në Japoni, ku pritet të zhvillojë takime të nivelit të lartë institucional. Në një intervistë për mediat estoneze Post Times, kryeministri Edi Rama deklaroi se objektivi i Shqipërisë mbetet anëtarësimi në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Kreu i qeverisë foli për sfidat që po kalon Europa, kritikoi mekanizmin e vetos në Union dhe komentoi gjithashtu çështjet e politikës së brendshme, përfshirë hetimet ndaj Belinda Ballukut. Kryeministri Edi Rama ka riafirmuar ambicien e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian deri në fund të kësaj dekade, duke theksuar se Tirana nuk ka alternativë tjetër strategjike përveç integrimit evropian. Në një intervistë të gjatë për të përditshmen estoneze Post Times, Rama u shpreh se objektivi për anëtarësimin brenda vitit 2013 është aktualisht realist, donse sipas tij dinamika gjeopolitike mund të ndryshojë. Për momentin është realiste, por nuk ishte kështu deri në sulmin ndaj Ukrainës dhe kjo mund të ndryshojë, por tani për tani po, është realiste. Ne kemi vetëm BE-n, pra është më shumë e qartë pse duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë mendoj se është shumë e qartë jo vetëm për mua, por edhe për shumë njerëz se Europa nuk po kalon ditët më të mira tani. Kreu i qeverisë vuri në dukje se vetë Europa po përballet me vështirësi dhe mungesë dinamizmi në vendimarrje, duke e cilësuar ritmin aktual të Unionit si një nga problemet kryesore të tij. Ndoshta në drejtimin e duhur, por padyshim jo në shpejtësinë e duhur, sepse shpejtësia është një nga problemet që ka Europa, sepse është një klub i madh vendesh demokratike dhe demokracia funksionon në atë mënyrë me procedura dhe shumë procese para se të merret një vendim. Një pjesë e intervistës ju kushtua edhe propozimit të Ramës për reformimin e sistemit të vetos brenda Bashkimit Evropian, ide e cila sipas tij do të shmangte bllokimet politike në të ardhmen. Nuk është e arsyeshme që Europa të varet tashmë nga 27 veto dhe ta imagjinoni me 29 ose 33 apo me 35 veto. Pra kjo është diçka që duhet trajtohet në thellësi, së bashku me shumë gjëra të tjera, sepse folëm më parë për atë që po e pengon Europën të jetë me një shpejtësi dhe me një forcë të ndryshme. Në intervistë Rama komentoi edhe zhvillimet politike në Shqipëri, veçanërisht debatet me moslejimin e arrestimit të ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku.
Prokuroria nuk po e akuzon atë për korrupsion. Së dyti, ne nuk kemi imunitet nga hetimet në Shqipëri, pra kushdo mund të hetohet. E vetmja gjë që bën parlamenti është të thotë jo se po për kufizimin e lirisë. Jam gjithnjë më i bindur se bëjmë gjën e duhur kur tham të vazhdoj hetimi, por nuk mund të kufizosh lirinë e dikujt thjesht në bazë të disa dyshimeve për diçka që nuk është korrupsion. Kryeministri foli edhe për projektin e investimit të dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Investimi është ende duke vazhduar dhe për të parë këtë investim të madh do duhet të jetojmë përtej mandatit të Trumpit, pra nuk ka të bëjë fare me marrëdhëniet në aspektin politik dhe në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, ka të bëjë me dikë që është një biznesmen amerikan. Në fund të intervistës, Rama komentoi dhe rolin e Bashkimit Evropian në raport me luftën në Ukrainë, duke kritikuar qasjen e Unionit për të deleguar Shtetet e Bashkuara menaxhimin e konfliktit. Sipas tij, Europa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë dhe pozicionet e saj në arenën ndërkombëtare dhe të mos mbështetet vetëm tek Washingtoni për çështje strategjike globale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Demokratike ku ka prezantuar qëndrimet e opozitës për zhvillimet e fundit politike në vend. Ai ka akuzuar qeverinë Rama për deformim të zgjedhjeve dhe për kontroll të institucioneve publike, duke i cilësuar këto procese si të pabarabarta. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një mbledhje me grupin parlamentar të opozitës ka artikuluar një seri kritikash të forta ndaj qeverisë dhe mënyrën se si funksionon sistemi politik në vend. Ai u ndal veçanërisht në proceset zgjedhore duke pretenduar se ato janë të ndikuara dhe nuk garantojnë standarde të barabarta konkurrimi politik, duke përdorur termin farsë elektorale për mënyrën se si zhvillohen zgjedhjet sipas tij. Propaganda bajate, propaganda e paguar, lobingjet e paguara të Edi Ramës kanë marrë fund. Komuniteti ndërkombëtar, institucionet ndërkombëtare gjizëri, tashmë flasin për parti shtet në Shqipëri. Tashmë kanë identifikuar si problemin madhor të Shqipërisë gjendjen në kushtet e partisë shtet. Partia shtet, zgjedhje nuk zhvillon farsë elektorale. Një tjetër pikë e rëndësishme e deklaratës së tij ishte edhe nisma për një rishikim të hartës territoriale të vendit. Berisha akuzoi reformën e mëparshme territoriale se ka dobësuar zonat rurale dhe ka centralizuar pushtetin lokal, ndërsa u shpreh se opozita do të propozojë një model të ri që sipas tij shërben më mirë qytetarëve. Ne jemi të vendosur të paraqesim përputhje me interesat e tyre hartën më të mirë, hartën më në interes të ndarjen territoriale, më në interes të qytetarëve. Në vijim ai u fokusua tek funksionimi i kuvendit duke kërkuar që deputetët demokratë mos pranojnë delegimin e interpelancave nga ekzekutivi, të cilin e konsideron praktik të papranueshme. Kryeministri është i detyruar të paraqitet në interpelancë kur kërkohet nga deputetët dhe ministrat. Asnjë deputet nuk do të pranojë delegimin e interpelancës nga kryeministri. Kushtetuta nuk e njeh një gjë të tillë. Ne nuk pranojmë delegimin që nuk e njeh kushtetuta të detyrimit të tij për të paraqitur, se nuk paraqitet dot ai. E kuptoni apo jo? Ai është shkatërruar nga nerva dhe nga çdo gjë. Ai nuk bën dot. Ai është i sfazuar tani dhe s'paraqitet dot për asgjë. Në përmbyllje të qëndrimit të tij, Berisha rikonfirmoi mbështetjen e Partisë Demokratike në proceset e integrimit evropian të Shqipërisë, por shtoi se ky proces sipas tij është ngadalësuar dhe dëmtuar nga polemikat e brendshme politike dhe institucionale. Ministri i Brendshëm Besford Lamardhari paralajmëroi masa të forta ndaj çdo zyrtari apo individi që toleron ndërtimet pa leje, ndërsa bëri të ditur gjithashtu se projekti Smart City do të nisë zbatimin në terren duke përfshirë fillimisht shkollat e Tiranës. Mbrojtja e territorit dhe lufta kundër ndërtimeve pa leje mbeten një nga prioritetet kryesore të institucioneve shtetërore. Kështu deklaroi ministri i Brendshëm Besford Lamardhari gjatë një konferencë përshtyp ku paralajmëroi se çdo rast abuzimi do të përballet me pasoja ligjore. Duke u referuar operacionit të zhvilluar në Sarandë, Lamardhari theksoi se askush nuk do të tolerohet nëse bëhet pjesë e palishmërisë apo mbyll syt përballë saj. Në kuadër të veprimeve hetimeve paraprake të policisë së shtetit dhe agjencisë mbikëqyrjes policore, u bë e mundur goditja një rasti të dyshuar palishmërie, ku punonjës të policisë bëjnë palë me krimin, jo vetëm neglizhojnë bërjen e detyrës me përkushtim me sipas ligjit dhe me nder, por cënojnë dhe interesat kombëtare.
për të pasur një hetim të thelluar mbi përgjegjësinë institucionale të gjithë kujt që ka pasur detyrën për të vepruar dhe nuk e ka bërë këtë. Por nga ana tjetër, kjo është një mesazh shumë i qartë për çdo tjetër, që llogaritë duhet t'i bëjë mirë vetë me veten, me detyrën dhe me drejtsinë. E bëm shumë qartë që në fakt nuk do të neglizhohet asnjë rast dhe çdo kush që tradhton uniformën do të përgjigjet një për një para ligjit. Ministri i Brendshëm ndaloi gjithashtu edhe tek projekti Smart City, i cili pritet të nisë zbatimin konkret gjatë kësaj vere. Sipas tij, projekti synon në rritjen e sigurisë dhe monitorimin inteligjent në institucionet arsimore dhe komunitet. Lamadhari bëri të ditur se faza e parë e projektit do të përfshihet në shkollat e kryeqytetit. Shumë shpejt dhe besoj brenda vitit të ardhshëm arsimor do të kemi zbatimin e këtij projekti në 20-21 shkolla në Tiranë dhe jam shumë i bindur që produktet do të jenë shumë dobishme për komunitetin, për prindrit, për vetë nxënësin radhpar, në mënyrë që ne të vijojmë atë dhe përshtirjen e këtij projekti edhe në nivel kombëtar. Në prag të sezonit veror, Lamadhari njoftoi se do të shtohet përdorimi i portave elektronike e-gates edhe në Sarandë dhe Durrës. Gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim kërkesën e kryetarit Bashkisë së Tiranës Erion Velia, i cili kundërshton lirgjshmërinë e arrestimit të tij në shkurt të vitit 2025. Seanca është zhvilluar mbi bazën e dokumenteve pa një vendim përfundimtar nga gjyqtari. Çështja e masës së sigurisë ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Velia e ka mbërritur në gjykatën kushtetuese, e cila ka shqyrtuar kërkesën e tij për të shpallur të paligjshëm arrestimin e vendosur në shkurt të vitit 2025. Ky zhvillim shënon një fazë të re përplasjeve ligjore mes mbrojtjes dhe prokurorisë, pasi çështja ka kaluar më herët në të gjitha shkallët e zakonshme të gjyqësorit. Seanca është zhvilluar pa pranimin e debatit verbal të palëve, duke u bazuar vetëm në materialet dhe dokumentacionin e dorëzuar në gjykatë. Gjyqtarët kushtetuese ende nuk kanë marrë një vendim, duke e lënë çështjen të hapur për shqyrtim të mëtejshëm në ditët në vijim. Në argumentet e paraqitura, avokatët e Veliajt pretendojnë se masa arrest me burg është e tepruar dhe nuk përputhet me parimet e proporcionalitetit. Sipas tyre, kjo masë jo vetëm që kufizon lirinë personale, por ka ndikuar drejt për drejt edhe në funksionimin e administratës së kryeqytetit, duke krijuar boshllok në drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme ka mbrojtur vendimin për masën e sigurisë, duke theksuar se ekziston rreziku që i pandehurit të ndikojë në hetime ose të pengojë procesin duke kontaktuar dëshmitar apo duke cënuar provat. Gjykata kushtetuese pritet të japë vendimin e saj përfundimtar në një fazë të mëvonshme, i cili do të përcaktojë nëse masa e arrestit me burg do të mbetet në fuqi apo do të rishikohet në një formë më të lehtë. Seanca gjyqësore ndaj dosjes Partizani në GKK është shtyrë për shkak të mungesës së të pandehurit Fatmir Bektashi dhe avokatit të tij mbrojtës. Prokuroria e posaçme kërkoi shtyrjen e procesit duke theksuar se pa praninë e mbrojtjes nuk mund të vijojë shqyrtimi normal i çështjes. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është shtyrë seanca gjyqësore për çështjen e njohur si dosja Partizani pas mungesës së të pandehurit Fatmir Bektashi dhe avokatit të tij mbrojtës Sokol Hazizaj. Gjatë zhvillimit të seancës, përfaqësuesit e prokurorisë së posaçme kërkuan që procesi të mos vijojë në këto kushte, duke argumentuar se mungesa e palës mbrojtëse dhe vetë të pandehurit conon ecurinë normale të gjykimit dhe respektimin e procedurës. Duke qenë se mungon avokati Sokol Hazizaj dhe i pandehur Bektashi, vlerësojmë se jemi në kushtet që seanca duhet të shtyhet, u shpreh përfaqësuesi i SPAK-ut në sallën e gjyqit. Në seancë ishin pranishëm dhe 2 dëshmitar të thirrur për të dhënë dëshminë e tyre, por deklarimet e tyre nuk u morën për shkak të shtyrjes së procesit. Gjykata vendosi që seanca e radhës të zhvillohej me 8 qershor në orën 10, ku pritet të vijojë shqyrtimi i mëtejshëm i çështjes. Një oficeri i policisë gjyqësore në Sarandë është vënë në hetim për korrupsion pasiv, pasi dyshohet se u ka kërkuar para familjarëve të 2 personave të përgjuar për trafik droge në këmbim të mbylljes së hetimeve. Bisedat kompromituese u zbuluan pikërisht gjatë përgjimeve të autorizuara nga prokuroria për aktivitetin kriminal të 2 vëllezërve. Një hetim për trafik të lëndëve narkotike në Sarandë ka çuar në zbulimin e një rasti të dyshuar korrupsioni brenda strukturave të policisë. Sipas burimeve hetimore, një oficer i policisë gjyqësore me inicialet ER i angazhuar në ndjekjen e aktivitetit të 2 vëllezërve të dyshuar për trafik droge, dyshohet se ka tentuar të përfitojë rishfet për të ndërhyrë në hetim. Efektivi kishte marrë autorizimin nga prokuroria e Sarandës për të përgjuar komunikimet e 2 vëllezërve, paksi ekzistonin dyshime për përfshirjen e tyre në aktivitetin kriminal të lidhura me lëndë narkotike. Por gjatë zhvillimit të hetimit
hetimeve sipas të njëjtave burime. Oficeri ka kontaktuar nënën e dy të dyshuarve dhe i ka treguar se djemtë e saj po hetoheshin dhe po përgjohej aktiviteti i tyre. Më pas ai dyshohet si ka kërkuar familjes një shumë parash me premtimin se do të ndikonte në mbylljen e procedimit penal dhe ndërprerjen e hetimeve. Nëna e dy vëllezërve sipas hetuesve ka komunikuar më pas me djemtë e saj me kërkesë të oficerit policisë, ndërsa këto biseda janë regjistruar në përgjimet që vetë efektivi kishte vendosur në kuadër të hetimit. Pasi dy të rinjt nuk kanë pranuar të paguajnë shumën e kërkuar, oficeri ka dorëzuar pranë prokurorisë materialet hetimore dhe përgjimet që implikonin dy vëllezërit në aktivitetin e palishëm. Megjithatë, gjatë analizimit të komunikimeve, prokuroria ka konstatuar edhe bisedat ku përmendej kërkesa për rishfet nga ana e efektivit policisë. Pas verifikimit të materialeve, organi i akuzës ka lëshuar menjëherë urdhër arresti ndaj oficerit policisë gjyqësore. Ndaj tij rëndon tashmë akuza e korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e çështjes dhe për të verifikuar nëse ka persona të tjerë të përfshirë. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg Rezart Abazajn 44 vjeçarin që 4 ditë më parë rrezikoi jetën e efektivëve të policisë gjatë një ndjekje në zonën e Ishkënetës. I arrestuari pranoi episodin para tokave të zeza ndërsa mbrojtja pretendoi probleme të shëndetit mendor. 4 ditë pas incidentit të rëndë që tronditi Durrësin dhe vuri në rrezik efektivët e policisë, gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 44 vjeçarin Rezart Abazaj. Vendimi u mor pas kërkesës së prokurorisë së çështjes Edina Kurti, ndërsa seanca vijoi me dyert të mbyllura pas minutave të para. Pas gjykatës, Abazaj ka pranuar ngjarjen, por është shprehur se nuk mban mend shumë detaje nga ajo pasdite. Nga ana tjetër, avokati i mbrojtës kërkoi një masë më të lehtë sigurie, duke pretenduar se klienti i tij vua nga problemet e shëndetit mendor. Ngjarja ndodhi me 16 maj në lagjen 17 në zonën e Ishkënetës në Durrës, aty ku policia rrugore kishte intensifikuar kontrolle pas aksidentit tragjik me 2 viktima. Sipas hetimeve, patrulla identifikoi një automjet tip Ford Focus pa targa që lëvizte me shpejtësi dhe në mënyrë të rrezikshme në rrugët e zonës. Policia i bëri me shenjë ndalimi drejtuesit të mjetit, i cili tentoi të largohej me shpejtësi duke hyrë në rrugica të ngushta dhe duke rrezikuar jo vetëm efektivët, por edhe qytetarët. Në përpjekje për ta neutralizuar, një prej policëve ju afrua automjetit, por sipas dosjes hetimore, 44 vjeçari shtoi gazin duke e tërhequr efektivin dhe duke i shkaktuar dëmtime në dorë. Pak çaste më vonë, automjeti përplasi dhe makinën e policisë, ndërsa një tjetër punonjës policie mbeti dëmtuar në këmbë. Pas arrestimit, testi i alkoolit rezultoi pozitiv në nivele të larta, ndërsa hetimet zbuluan se Abazaj drejtonte mjetin pa leje drejtimi dhe me precedent më parshëm për drejtim të automjetit në gjendje të dehur. Ndaj tij rëndojnë akuza për drejtim mjeti në gjendje të dehur, drejtim pa leje dhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Hetimet për rastin vijojnë. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 21 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i ngrohtë dhe kryesisht me diell në ulësirën perëndimore, ndërsa reshje lokale shiu do të mbeten prezente në zonat lindore dhe jugore. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe temperatura në rritje në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja sjell zhvillim vranësirash dhe reshje të izoluara në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 11 orë me diell në zonat bregdetare dhe qendrore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:10 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 15 deri në 26 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 22 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 26 gradë Celsius, Durrës 15 deri në 24 gradë Celsius, Kavaj 14 deri në 23 gradë Celsius, Elbasan 15 deri në 25 gradë Celsius, Berat
14 deri në 25 gradë Celsius. Korçë, 8 deri në 18 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 24 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë, 16 deri në 25 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 21 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht stabil me vranësira të qeshme dhe intervale me diell gjatë ditës. Paraditja do të jetë më e kthjellët në pjesën qendrore dhe lindore, ndërsa pasditja mund të sjellë rreshje të lehta lokale në jug-perëndim të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic, 13 deri në 21 gradë Celsius. Podujev, 14 deri në 19 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 20 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 19 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 22 gradë Celsius. Malishev, 12 deri në 20 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 21 gradë Celsius. Perizaj, 13 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik, 12 deri në 19 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 21 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 20 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e radhës.